Për gati 2 muaj punonësit e portit detar të Vlorës janë pa paga për të kërkuar një zgjidhje. Një përfaqësi e tyre të mbështetur nga Konfederata Sindikaliste e Vlorës kanë zhvilluar gjatë kësaj të hënë një takim në institucionin e prefektit të Qarkut, ku janë pritur aty nga prefekti Ajvis Sallushi. Koordinatori i Konfederatës Sindikaliste të Vlorës, Kujtim Yrtaj, tha se ka zvarritje të çështjes së pagave dhe se nëse nuk do të ketë zgjidhje do të përdoren të gjitha format e protestës. Problemi kryesor dhe shqetësimi kryesor që kanë këta është problemi i pagave. Po tjetë për ne kemi bërë problem dhe në Ministrinë e gjitha tjera, ne po shohim një zvarritje. Dhe t'jesh punonjës bazë vitit të ri pa paga, do më dhënë është çik ka vështirë. Kërkuam ndihmën tuaj dhe do ta kërkojmë vazhdimisht dhe ndihmën tuaj, por ne në natyrë si konfederatë sindikate kemi që i konsumojmë të gjitha bashkëbisedimet dhe pastaj kalojmë në të tjera zhvillime pastaj. Protestat, grevat, gjitha merat, të cilat janë gjithmonë të ligjshme. Mirë po ne na pëlqen mirë kuptimi. Dhe duam të merremi vesh. Po nuk merremi dot vesh, po nuk hëngrëm, po nuk morëm rrogat. Kjo është gjithë problemi. Tash kryetari i sindikatës i Konfederatës më ftyu, mund të ta shpjegoj më gjatë më vonë. Koordinatori i Këshillit Sindikal të Konfederatës së Punonjësve të Portit të Vlorës, Fatos Shkurtaj, theksoi se nëse nuk do të ketë një zgjidhje, do të procedohet me hapa të tjerë. Ai tha se punonjësit kërkojnë pagat për shkak se janë në vështirësi financiare. Jemi interesuar me anë të sindikatës, kryetarin e sindikatës Kujtimin, kryetarin e sindikatës, presidentin e sindikatës në Tiranë, dhe ka patur një interesim, janë interesuar përkatësisht në 2 ministrit transporteve dhe të Ministrinë e Ekonomisë, se neve kemi patur varësinë totalisht nga Ministria e Transporteve. Ka patur Këshill Mbikëqyrës, tani nuk ka më, ka ngel vetëm një antar atje, u interesuam, edhe andej dhe thanë që do merrte zgjidhje problemi. Kjo javën e kaluar. Kaloi një javë dhe më shumë edhe nuk na kanë kthyer përgjigje. Tani duam që problemi të marrë zgjidhje. Prandaj erdhëm dhe tek juve që ky takim të zyrtarizohet edhe të përcillet në instanca përkatëse. Nëse nuk zgjidhet problemi, pastaj ne do procedojmë me hapa të tjerë. Por do presim një herë zgjidhjen, shpresojmë të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë. Se punëtorët nuk presin, nuk kanë më durim për punë e pagave, kanë halë probleme, vinë nga fundi i vitit, është përfunduar një vit me shpenzime me gjitha dhe nuk ja dalin dot, kështu që shpresojmë që ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Prefekti i Qarkut të Vlorës, Ajvis Sallushi, theksoi në takim se është në dieni të problematikës së punonjësve të portit dhe se ka ngritur zërin edhe në instancat e tjera, por premtoi se kjo çështje do të vijojë të adresohet edhe zyrtarisht. Gjatë javës së kaluar kemi komunikuar disa herë, madje unë këto komunikime kam përcjell edhe në instanca të tjera të rëndësishme, të cilat merren drejt për drejt me zgjidhjen e problemit. Dhe sot ne këtu në fakt institucioni prefekturës jemi për t'ju dëgjuar, sikundër dhe ju dëgjuam ato çfarë ishin kërkesat dhe ankesat tuaj dhe këtë shqetësim tuaj ta përcjellim institucionalisht në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje për të adresuar zgjidhjen dhe për gjetur një zgjidhje për problemet tuaja. Pagat, por njëkohësisht edhe informacionin që sapo na e bët prezent. Ju falenderoj që erdhët këtu dhe në vijim në protokollin e mbledhjes, njëkohësisht do ta bëjmë si procedurë të firmosur dhe nga ana juaj dhe më pas të ndjekëm rrugën institucionale që këtë shqetësim ta ngrëmë në institucionin përkatëse dhe për të zgjetur zgjidhje.